Atëherë debati Gjesti Rozana po ta vini re, është një debat i ndezur tashmë, që pas hyrjes së Eglit, por është një debat strategjikisht fantastik për të dy. Unë besoj që është lojë, unë besoj që e gjitha është një strategji e të dyve, por çon si ka dhe sikur të mos jetë. Edhe sikur të mos jetë, nga ana strategjike ata i pozicionon shumë fort në shtëpinë e Big Brotherit. Ata e kanë nuhatur që janë një dyshe e fortë, janë të dy të fortë si lojtar, e kanë nuhatur, si e kanë nuhatur? Nëpërmjet informacioneve që Egli ka dhënë pa dashjen në shtëpi. Pa dashjen e vet ka dhënë ca informacione. Kur ka hyrë në shtëpi Egli, dy personat e fundit që takoi, që i ndenjë dhe ftohtë dhe me të cilët u zu ishin Rozana dhe Gjesti. Me këtë, ata të dy kanë kuptuar që janë dy lojtarët më të fortë edhe jashtë, sepse këtë gjë ja tha Egli me veprimet e veta. Nga ana strategjike janë super okay, sepse në këtë mënyrë ata kanë eklipsuar pjesën tjetër të shtëpisë. Pra askush nuk kujtohet që ka dhe tjerë në shtëpi. Flitet sot vetëm për Gjestin dhe Rozanën, për debatin mes tyre. Ata të dy me shumë nuhatje e vazhdojnë të debat dhe e kanë ngritur në një nivel shumë më të fortë për shkak se kanë kuptuar që nëse këta dy debatojnë, pjesa tjetër e shtëpisë është inexistent. Pra askush nuk ka pyetur sot çfarë po bën Gerta, çfarë po bën Laerti, çfarë po bën, ku diun, edhe Egli vet. Kaq ishte detyra e Eglit për të kuptuar ata brenda se kush janë dy më të fortit jashtë. Dhe këta dy po e shfrytëzojnë në mënyrën më perfekte të mundshme.